Abonente dashur të ardhmoshëm i mbrëma edhe misë po ritakohemi me pjesën e dytë tashmë për gjithë ata që po janë ndjekin tashmë me ndeshjen mes Ravecit 0-29 dhe Bashkimit. Kujtojmë që pjesa e parë 40-34 në favor të Ravecit. Një pjesë e parë mjaft mirë e luajtur nga Vendasit. Shohim edhe numrat në pjesën e parë. Në gjuajt për 2 pikë të lirat dhe ato për 3 pikë. E kujtojmë që të Raveci me i dalluar ishte Pullien me 11 pikë, 9 peti, 4 Rugova. Ndërsa të skuadra Bashkimit Anderson me 13 pikë, Elejson Zeqiri me 9. Pritur tash vetëm edhe fillimin e çerego të tretë, ka ndryshimin në pesën e Bashkimit. Në vend të Belli duket që do nis apo në vend të Zeqirit dhe Lake do tjetë Biggerstaff dhe Janjeva në këtë fillim të çerego të tretë dhe shohim Bunjaku, Janjeva, Anderson, Belli, Biggerstaff. Është kjo pesja e skuadrës së Bashkimit, kurse Durguti, Pullien, Peti, Rugova edhe Roshe në pesën e skuadrës së Ravecit. Paret janë Vendasit për cilën me tovën Rugovan, që luan me Kentrell Pullien. Pullien për Rugovan. Roshe ndarjet për 2, Roshe shënon. 22-34 në 8. Përsia Ravecit që në pjesën e parë kështë qenë edhe në deri në 2 shifra e përsia e Vendasve. Janjeva. Pasimi për Biggerstaff, luajnë për një me Rugovan. Biggerstaff nga vërsia ka faul të fes Rugovës. 2 lira do t'jenë për Biggerstaff, nuk pajtohet Rugova. Qalan në të dytën. Biggerstaff, Peti. Faul të Janjevës. Roshe. Prerja Pullien. Pasimi rrezikshëm arendja topin Bailey. Është i pa markuar Jeremiah Bailey për plas topin në kosh. 22-37. Pullien. Ja pasim shumë i mirë për Rugova, rrotullohet, blokohet nga Biggerstaff, fan mbrojtje nga Amerikani i Bashkimit. Ja Janjeva, heziton në gjuajtje, preferon depërtimin, provon një floater i shkurtër. E Durguti për para Bunjakut. Rugova dhe Durguti. Pullien. Pullien, she, hapësirën provon të sulmoj, Pullien. Lëviz mirë me të majtën gjuajtja i shkurtër. Pullien arrin martomin për para Bunjakut. Pullien nuk shënon, edhe ribandi diti Pullien të fundë. Bunjakut që kontrollon topin. Në tjetër në kundëzbritje shpejt e Bashkimit, nuk shënon Bailey. Tranzicioni në anën tjetër të Raveci, Durguti për Pullien. Rugova. Ani pasim për Roshen nga vërsia në gjysmë distancë shënon ai. 24-37. Anderson. Biggerstaff një për një me Rugovan. Biggerstaff në gjysmë distancë, lart për të shënuar. Ngutën tashmë Vendasit. Pullien. Të nëbaj topin Pullien. Lëviz mirë Pullien. Në gjysmë distancë në gjuajtje vështirë i shkurtër. Biggerstaff që me reboundin. Ka një faul të Durgutit.
Bunjako. Mirojt Janjeva. Pasimi është për të Bunjako edhe njerë. Bunjako provan të sulmoj vetë. Ka një faul të Fesrugovës në Bunjakon. Sa gjistari loja. Ka në gjojtën e partë të lirë Bunjako. Ka bananët e dytën. Rugova. Anë të mi vjedhën nga Bunjako. Valon Bunjako i mrekullueshëm. Jo i vëmenshëm në mbajtjen e topit. Fesrugova. Peti. Prerja Poljan, nuk e sheh Peti, vendos të me Rugovan, Roshe në gjysmë distancë, Roshe kësaj radhe nuk ka pik, Bailey me rebound. Ja, Bunjako i pa markuar për 3, nuk shënon, Roshe, lufton ai, topin do e kenë lojtarët e Bashkimit. Pa markuar, Anderson për 3 nga ana, nuk ka pik, Bickerstaff me rebound në Stolm. Janë 3 tjetër nga Anderson, asoj radha nuk ka pik, Poljan me rebound, ja kundër zbritja shpejt e Ravecit. Poljan, a ka faul? Duket që jo, por ka personalet e Anderson. Që do e dëndale tashmë me një time-out të thirrën nga skuadra e Ravecit dhe kryetrajneri Boja Loci. Durguti për Poljan. Vezmir Poljan, provon sulmoj vetë, jashtë i lirë, Roshen janë dhe ju për të. Janë në mes e 3 kundërshtarëve në vizë, perfekt, Julian Roshe. Loje jashtë zakonshme me këm nga ai. Anderson, pasime për Bickerstaff, sulmon vetë, nuk ka faul, nuk ka pik. Rugova, shumë sa shpejt Peti në tranzicion, Poljan vazhdon të baj topin. Durguti është i lirë, Durguti për 3. Nuk ka pik. Në anën tjetër në valon Bunjako, pasimi për Bickerstaff, një kundërzbritje mire skuadrës së Bashkimit. Konverton në tranzicion të shpejt në pik Bickerstaff pas asistit të Bunjakut. Poljan. Rugova.
Polian. Peti. Provon nga kjo distancë për 3. Peti topi hyrë dhe doli. Roshe me rebound. Polian. Durguti. Peti një pasim për Rugovën. Në thelsi Rugova nga vërsia nuk ka pik. Rugova gjithë një. Rugova në mundësin e dytë. Jo. Tjetër rebound. Peti. Asaj në kështë për është Julian Roshe që përmirëson. Vazhdo në vuajt bëj box-out në skuadra Bashkimit edhe në çeregun e tretë. Bunjaku. Anderson rotullohet. Anderson në vizë perfekt. Anderson bi Polian Gjordja i mrekullueshëm. Kian Anderson. Pika e 15. Polian. Në vizë perfekt. Ekstra hapi. Jo, janë hapat. Ta gjistari laja. Lutsi nuk pajtohet. Ja, ka në fanë në stojmë tashmë të Anderson. Roshe për Rugovën. Polian. Kanë gjarë ka një faul tjetër në stojmë duket Rugova që ka faulua në Bunjakun. Anderson. Bailey për Lake. Topi prapa me Bunjakun. Bunjaku gjithë një. 2 lojtarë pranë ti. Nxjerr topin jashtë për Bailey. Nuk janë even nga anash për 3. Më në fund shkon gjuajtja për janë even. 28-26. Në një posedim shkrihet e vërsia e Raovecit. Polian. Polian shek koridorin Sulman. Nuk do të ketë pik për Polian. Dhe inkuadrohet Regja. Rugova në pankin, në vendin më mirë themi për Bardh Regjen. Pati për Regjen. Roshe në gjysë distancë, lartë për të shënuar, ja mbrojtja mire Bashkimi, mundësia për të parazuar, ja kundër zbritësh dhe shpejt, Anderson për Bailey! Time out, buja Lutz edhe Raoveci 0-29. Për nëmbys gjithë shka, çfarë ndërtoj në pjesën e parë dhe në këtë fillim të çeregut të tretë skuadra Bashkimit. Apo atë çfarë ndërtoj skuadra Raovecit për 20 e disa minuta loj në aspektin e sulmit. Në seri 8 pozitive nga mysafirët që detyrojnë edhe kryetrajnerin e vendezet marrë një time out.
3 minuta 3 sekonda lojë në çerrekun e tretë. Rexha për Control Pullian. Turguti. Pasimi për Pullian. Pullian në gjysmë distancë, nga anash nuk shënon Peti. Ban për para, skuadrën e Ravezit për Pullian me topin nga dalur jashtë. Bunjako. Bailey. Janë Bunjako. Janë edhe ju për Dikwan Lake, topi umbër i Bunjakut. Pullian. Në pasim drejt Berishës, ka pasur devijim. Mbrojtja mire Janjevës. Roshe. Pullian. Vizmir Pullian. Nxjertomi për Berishën, e pa markuar për 3. Albin Berisha. Kjo i duaj në sojnë më Ravecit. Anderson. Anderson në mesin e 3 kundërshtarëve, një gjojtë shumë e vështirë, nuk ka pik. Peti për para Lake që me reboundin. Peti ka pranë Janjevën, vazhdon të baj posedimin e topit, tashmë ka humbur krejtësisht topin. Janë dhe marrë një challenge tashmë Bujar Loci. Dhe vinë të shojnë lojë edhe Shabani. Shojme anjerë. Rojtën e mirë të Janjevës. Duke që nuk ka fare kontakt të topin nga Janjeva. Duke qartë që nga duart e Petit ka dalë. Apo ka pasur kontakt i fundit aj. Vendimi njëjtë që posedimit i takoj skuadrës së Bashkimit. Ja, mbrojtje mirë tashmë nga vendasit. Posedimi do t'jetë me Ravecin. Pullian. Tjetër pasimi devijuar, tjetër topi humbër i Ravecit. Jo skuadrat, jo edhe aq të vëmendshme në mbajtjen e topit në këto minutat e fundit të çerrekut. Anderson. Janjeva, Anjar Anderson. Zeqiri lëvizmi, apo është Ismaili, provon vetën. Allah jap shënon, meriton Ismaili. Pika 5 të ti. Pullian. Roshe. Bajtovin Pullian, një pasim për Rexha, nga anash për 3 Rexha. Nuk shënon, çfarë shkëputje, Dikwan Lake për të marrë reboundin dhe ka një faul. Krejti pa nevojshëm faul i Albin Berishës. Duke ditë që nuk kanë më faul dhe bërdhen lojtarët e Ravecit, e pabesueshme. Mos vëmendje në lojë e Albin Berishës. Ku i fal tashmë 2 lira
Dhe mundësi për çënuar 2 pikë ekipit të Bashkimit dhe mundësi që të marrë edhe bërsinë ekipi mysafir. Anderson me 2 gjuajt e tira. Shënon dyjat, 51-52. Elliot Peci. Berisha. Për Oshen. Aner Berisha. Peci. 8 sekunda. Pa pran Ismailin, super mbrojtje nga Ismaili. Peci. Për Regjën. Brendon Regja tjetë fauluar. Për të uaruar gjuajtja kapitenit të Rahoveci 0-29. Anderson. Anderson shkon vetë, është fauluar, dhe tjenë 2 tjera të lira për Kian Anderson. Tare më të daluar të skuadra Bashkimin me 17 pikë, 5 asiste, 2 rebound e Anderson, ku ka një top të vjedhur. Ja, Zeqiri për herë të parë dhe tjetë në këtë qerek të tretë në parket. Qëllon Anderson në gjuajtën e parë të lirë. Anderson shënon në të dytën. Alison Zeqiri, shojmë se në vendin e kujt, do largohet Anderson. 51-54. Qerek i tretë shumë i mirë i luajtur nga skuadra e Bashkimit. Peci, apo Berisha, për Petin. Ka kjo distancë gjuajtja, nuk ka pik. Qerek i tretë shëvitohet nga Bashkimi me rezultatin 19-20. Edhe Roshej që është më i dalluarit e skuadra e Rahovecit me 16 pikë shënuar, 19 Polja në i pa pikë qerek të tretë, Polja në anën tjetër 19 pikë Anderson, Tate Bailey e Janeva dhe Ismaili që kontribuan. Janeva me 3 pikë në këtë qerek, ndërsa Ismaili që shënoi 2 për që ka në total 5 pikë. Një pauzë e shkurtër për të vazhduar me komentimin e qerekut të katërt. Isa qereku i katërt me të parët me posedimin janë mysafiret. Dhe kuan lej ka gabim në hapa, topi umbër. Një venduar se ju e mirë
qendri së bashkimit. Poljan. Rugova. Roshejo i vëmenshëm. Peti. Poljan edhe 4 sekonda ka faul të Anderson. Pajtohet Jovovic. Poljan, Vizmir, Poljan me të majtë, nuk ka pikë Rugova. Përbardh Rexhan, Poljan nga anash për 3, Poljan shënon! Për balazuar në 54 rezultatin e Roveci. Kian Anderson. Janjeva. Në qofë se projektorin do tjetë backcourt violation, pasadimi do tjetë me Rovecin. Ismaili ullet. Jashtu edhe Janjeva. E Bejli e lejson Zeqiri në parket për bashkimin. Jashtu edhe Bunjaku. Peti. Poljan. Për Rexhan, me njerë provon Treshën. Agja shkon brenda, Bardh Rexha. 57-54. Kthene përsin Roveci me një 6-0 starti i qërikut të 4 për ta. Anderson, Bunjaku. Ka një faul të Rexhës nga prapa. Bunjaku. Anderson, 6 sekonda, mbrojtje mire Rexhës. Anderson. Provon të vetë zjetë situatën. O, qëfar pasimi bukur, i mrekullueshëm. Kian Anderson që zhërben për Bejlin, i cili nuk ishte të vështirë nga vërsia të shënante. Poljan. Edhe ai provon një Treshe. Jo, nuk ka saktësi në gjuajtjen e Poljan. Bunjaku i pa markuar për 3. Airball gjuajtja. Edhe njerë. Tjetër gjuajtje për 3. Bunjaku që është airball. Le për dëshiruar efikasitetin e gjuajtjet për 3 pin nga Bunjaku sonte. Peti, Vizmir, ka faul, po tentimet të Bunjakut për 3 pik. Asnjëherë nuk ka arritur të realizoj. Peti gabon në gjuajtjen e parë të lirë. Për në të dytën, rebound në që merë Lake. Brojtje mire, skuadrës Roveci në përplasje mes Bunjaku dhe Poljan. Personali është e valon Bunjaku dhe është e 5-ta. Do të përjashtohet Bunjaku. Me vetëm 5 pik, 5 rebound dhe 4 asiste, 3 tova të humbur. E 2 tova djelët të Bunjakut. Apo jo është personalja 4, kërkoj falje. Do mbedhen e loj Bunjaku.
Ja, do shkojnë ta shojnë në një regjistarët. Diskutohet për një faul jo sportiv. Ndoshta. Shumë vendimin e gjyqtarëve. Ja, është faul jo sportiv i Bunjaku. 2 lira do t'jenë për Pullien dhe posedimi do t'jetë me skuadrën e Raovecit. 4 personale për Bunjakun. Pullien. Pullien dhe bërtan. Pullien shkon vetë në lay-up. Nuk ka pik. Mbrojtja mirë tashmë e skuadrës së Raovecit. Rugova. Ja, Pullien për Roshen. Topi është devijuar. Ja, mundësia për Bunjakun. Ndërsprit është e bashkimit. Anderson. Bailey. Anderson për 3. Kian Anderson. 22 pik. Peti. E gjuaj dhe vështi shkon brenda. Bailey ndalet, provon për 3 për marrë përsi bashkimi, jo. Fes Rugova me rebound. Pullien, 6 minuta gjysmë loj. Roshe, me forcë, nuk shënon. Bardregja me rebound, topi kthehet për Roshen. 63-59, 4 për para Raovecit, time out nga Igor Jovovic. Bunjaku. Eson Zeqiri. Matet, provon për 3.
E fort Gjuajtja, qëfar angazhimi nga Bailey, topi do tjetë me bashkimin e personale e Bardh-Regjes, vetëm 2 faule ekipore. E në këtë qerek të kadrit kanë qenë kujdesshëm lojtarët e Ravecit. Anderson, Eston Zeqiri, e Vizmir, Zeqiri, pasimi për Bickerstaff, Anderson ganash për 3, nuk shënon, Rugova stak, shtu i ndobje për Roshen, Roshen për Rugovën, tranzicion është i Ravecit, Rugova për Bardh-Regjen, eziton e Gjuajtja, qëtësën gjithë shka Poljen, e Vizmir, Poljen, e lë prapa Zeqirin, Kentrel Poljen, 18 pik atë sa ka Rëshej, janë lojtarë më taluar, te Raveci 0-29. Janë një balore treshja Anderson. I jashtëzakonshëm Kian Anderson, treshja 5-9 tentime. Mbeten në lojë, dhe vetëm në një posedim e bërësia e Ravecin. Mbeten në lojë bashkimi, edhe pse ende ka kohë dhe 5 minuta për të përfunduar. Peti rotullohet, mbrojtja mirë e Zeqirit, Peti e kontestuar Gjuajtja, nuk ka pik Bunjaku me rebound. Pasimi për para për Anderson, po cilë myllin e bashkimit, Leson Zeqiri, Bickerstaff, lirohet Anderson, Anderson dalet për 2, Anderson nuk ka pik, lufta për marrë reboundin, qënë qarë kanë gjarë. Dare gjyhtari, lojën, parë se për qëfar arsye. Ledhet edhe treshja gjystareve. Në sekunda, në besën e kone e bashkimit. Zeqiri. Për Anderson. Për të barazuar, Ken Anderson, jo. Bunjaku, perfekt për Leson Zeqirin. Bën për para bashkimin në akcion. Anderson, sulmon vetë, nxjerr topin për Bailey, një pasim i gabuar, Roshet që vjet topin, loja që ndare, loj me këmbë. Nuk pajtohet, Bujar Loci kërkon tjen gabim në hapa. Kërkon tashmë një challenge Bujar Loci. Bunjaku, Bailey, a do e barazoj? Jo, ka faul të Poljen, 3 lira do t'jem për Jeremiah Bailey. Çalan anë të dytën, Bailey. Çalan anë të tretën, gjithçka barabar në 65. Poljen. Poljen shkon vetë, Poljen. Në mes e 3 lojtarëve blokohet. Bunjaku në kundër zbritje, Leson Zeqiri, pasimi për Bickerstaff. Bickerstaff nga vërsia, nuk shënon, lufta për të marrë reboundin e ka Roshe. Në fund ka një faul në Roshe. Fauli i fundit që kishën përdhen lojtarët e bashkimit personali është duket e Leson Zeqirit.
Polian. Peti. E gjuajt e vështir. Peti nuk shënon. Bickerstaff. I pa markuar për 3, nuk shënon. Jeremiah Bellin në 65 rezultati. Polian, 3 minuta e fundit që po luhen. Polian, luajtja për një me Anderson, Polian. Tariqet, Polian, depërtimi, blokohen nga Bickerstaff. Super mbrojtje nga Anderson në kundërshpritja është falë Belli, pasimi për Bunjakun. Faul thot Shabani në këtë duel mes Bunjakut dhe Rugovës dhe ka një teknike për Fis Rugovën. Apo ka qenë Dystari Hajdini që ka thirrur një faul. Po nga përsëritja duelin mes Bunjakut dhe Rugovës. Keme zëvendësimet e bashkimi. Po, ndështë janë nga përsëritja situatën mes Bunjakut dhe Rugovës, për fillimisht shohim gjuajtjen e lirë të Kian Anderson. Çalan Anderson e gjuajtjen e lirë. 2 kava lën Bunjaku më herët. Kishte provuar 3 gjuajt lira duke shënuar vetëm në një, shënon kësaj radhën e të parën. 65-67. Sak Bunjaku. 3 vërsia e bashkimit. Ale pasim për Roshen. A ka faul, jo! Peti pik të leta. Anko Edjovovic. Bunjaku. Ale pasim për Bickerstaff. Nga vërsia, Bickerstaff shënon. 67-70. 3 për para bashkimi. Luhen 2 minutat e fundit. Polian, Sulman, mbyllet hapësira, Adis Durguti, Polian, heziton e gjuajtje, preferon depërtimin, mbyllet hapësira njerë, Durguti në ballore për 3, lartë për të shënuar, Regja mbon për para Raovecin, Durguti për Peti, Polian nga anash për 3, bang! Kentro Polian, 21 pik, 3-3 në 8 tentime, gjithë shka baraban në 70, dram në Mizahir Isma. A 1 minutë e gjysmë loj. Anderson. Bunjaku. Lejson Zeqiri. Mbyllet hapësira. Pasimi rrezikshëm për Anderson. Anderson shkon vetë. Anderson i gjuajt e vështirë. I jashtëzakonshëm. Kian Anderson. 28 pik. Polian. Ka faul. 2 lira dhe t'jen për të. Shtyrje në Polian. Nga Lejson Zeqiri. Personalja 3 e Lejsonit. 9 pik gjitha i ka shënuar në qeregun e parë Zeqiri.
pa pik në tër pjesën e dytë, pse nuk luajti në çerekun e tretë, vetëm 20 sekonda. Shkaku që i dha minutazhi Muhamed Ali Anjevës. Çalan Polja në gjuajtën e parë të lirë. Çalan anët e dytën Poljan. Ta marrë time out Igor Jovovic. Gjithë shka barabar në 72. 1 minut e 11 sekonda loj. Ken Anderson. Me pas time-outit e Jovovic. Anderson. Ale pasin për Bickerstaff. Punjaku. Leson Zeqiri. I dy vishuar. Punjaku. Zjerë topin për Anderson. A për Bailey. Ka shkelur vijën. Super mbrojtën nga Raovici. Një pasim i dobën nga Punjaku. E shtyn Bailey që të bët kurban atë posedim të bashkimit që dalë me top të humbër aj. Kemi time out nga Bujar Loci dhe Raovici. Ndështë aksioni më i rëndësishëm në ndeshje për skuadrën e Raovicit. Nga anash për të vijuar me rivënjen e topit lojtarët e Raovicit, pikërisht aty edhe humbi topin Jeremiah Bailey pas pasimit gabuar të Valon Bunjakut. Për pak të mbasin topin dhe ka një faul të Bunjakut.
në Pullion. Do të përjashtohet tashmë Valon Bunjaku. E 2 lira do të jenë për Kentrell Pullion. Shojmë se ka qenë faul i Bunjakut apo i Bejlit. Duke që gjykuar për Bejlin me fat Bunjaku. Dy lira shumë të rëndësishme për Kentrell Pullion dhe Raovecin. 6-6 nga vijat e lirave sonte. Shanan në të parën. 7-7. Kentrell Pullion me 24 pik. Roshe me 18, 13 peti. Shanan Pullion në të dytën. 74, 72. Kian Anderson. Anderson, lëviz mirë, Anderson, sulmon vet, Pullion, Jumble, shojmë se Shëgjeta është me skuadrën e Raovecit, topi është me ta, çfarë angazhimi në mbrojtje nga Rexha dhe Pullion. Peti. Provon të lirohet Pullion. Turguti, Peti, Pullion, ka pranë Bunjakun. Duhet kaloj gjysma fushën, Pullion ja del, ka faul të Bunjakut. 5 personale për Bunjakun, 2 herë shpëtoi. Tashmë Muhamed Ali Janjeva në vendin e tij. Pullion me 2 gjuajt e tira, që kanë një rëndësi shumë të madhe sa i përket fatit e lojës për skuadrën e Raovecit. Një fitore e Raovecit do ndihmon të shumë gjatë rrugtimit të tyre për qëndrimin në Procredit Superligën. Do arrinte në kuotën e 4 fitoreve. Do e bënte më të vështirë për Borën e vllaznimin. Shalom Pullion, 9-9 në të lirat. 26 pika ai, 9 asiste. Ata Anderson që ka 28. Që është edhe kushashnuesi më mirë. Pullion. Gabon kësaj radhe, Bickerstaff. Shojmë sa do shkojnë me gjuajtje për 3 pika, apo do të provojnë fillimisht shënojnë pikleta. Ja, Bailey për 3. Nuk ka pik, Peti me rebound. Mielkon Peti, nuk faulojnë lojtarët e bashkimit. Peti. Është fauluar ai personale Lejson Zeqirit. Çalan Peti, 4 për para. 76, 72. Ka banë të dytën, Bickerstaff, topi do tjetë me Raovecin e pabesueshme. Një angazhim i Roshes që është përbledh në posedim të topit për skuadrën vendase. Edhe shkojnë të shohin gjystarët Shabani dhe Laja. Duke që Roshe kaluaj të rifundit të paktën nga lëvizja e topit, më pa që ndron rrugtim topi. Vështirë për ta parë nga kjo pozit, duke qartë që Roshe ka pasur prekjet e topit, por nuk shihet se a ka prekjet e topit nga Anderson.
Cëllën vendimin. Duhet që me posedimin do tjetë bashkimi që është ende në lojë. Time out-in e kanë ata. Igor Jovovic. Kërkon të ketë afër lojtarët e tij në këtë aksion shumë të rëndësishëm. Shtatë 72 dhe 15 presje 7 sekonda. Lojën e çeregun e kadër. Posedimi është me bashkimin. Shohim sa do shkojnë shpejt për shënuar 2 pikë. Janë pasim për Leson Zeqirin. Anderson, Matet provon për 3. Anderson e fort gjuajtja. Janeva për Leson Zeqirin. Zeqiri për 3, blokohet. E topi është me Raoveci, ndërguti Regja. Dhe ka faul të Janevës. Fare pranë fitores. Ekipi Raoveci që do të jetë e katërta kampionale. E dyta, disfat me radhë do t'je duket për bashkimin. Me skuadrat që ka ndoshta më së paku buxhet në Prokredit Superligën. Fillimisht vllazëdimi dhe tashmë edhe Raoveci. Regja shënon në gjuajtjen e lirë. Ka ndikuar duket Tejmase largimi Jan Palokaj. Por edhe mos prezenca Cousins te skuadra Prizrena se gabon Regja. Bailey provon shkoj vet. Bailey në gjuajtje vështirë, nuk shënon. 77-72. Raoveci bujar Lucit. Mpor skuadrën e bashkimit në shtëpi. E me një lojë perfekte nga ylli tyre. Kentrell Pullion me 26 pikë, 9 asiste. Paruar edhe Roche me 18 pikë, 10 rebounde. Një ashtu Peti me 14 pikë, nga banka Bardh Regja me 9 pikë dhe 9 rebounde, të regojnë një punë tjarë zakonshme. Te bashkimi, mund të theme që më së shumë të ju vlerësua, apo të regojnë një lojë të mirë, Kian Anderson me 28 pikë, 6 asiste. Bailey me 13, Leson Zeqiri shënoj 9 pikë gjitha në çeregun e parë, kurse në pjesën e dytë ishte i padobishëm në sojmë. Nga Nandi Logja nuk mbetet asgjë tjetër, vetëm se t'ju falenderoj gjithë juve që ishte me mua në transmetimin e kësaj përballje për t'u takuar edhe nesër me NBA. Deri atëherë natë mirë dhe mirë mbeqi, çdo të mirë.